Gjykata kushtetuese gjatë këtij viti ka nxjerrë gjithsej 30 akt gjykime, në të cilat në 30 raste ka konstatuar shkelje të drejtave kushtetuese për parashtruesit e kërkesave. Nga këto raste, 9 janë përpiluar nga avokatura Bokshi, çka përfaqëson një sukses të veçantë për këtë zyrë avokatie. Sipas avokatit Ylli Bokshi, ky është një rezultat jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe dëshmi e punës profesionale të kësaj avokature. Gjykata kushtetuese si vjet ka vendos me 30 akt gjykime, domethënë në 30 raste ka vendos që ka shkelje kushtetuese për ata persona që kanë parashtruar kërkesa. Po si suksesi avokaturës tonë ose shoqërisë avokatura Bokshi SHPK është se 9 prej atyre janë të përpiluara nga ne. Është në aspekt kushtetues dhe gjykatës kushtetuese, ata gati 99% të kërkesave të parashtruara në gjykatë kushtetuese gati që refuzohen. Për një vit mu aprovu 9 kërkesa jo është suksesi i zakonshëm, po është i jashtëzakonshëm. Bokshi thekson se rastet për të cilat ka vendosur gjykata kushtetuese lidhen kryesisht me vonesat e gjata në procedura gjyqësore në gjykatat e rregullta. Gjykata kushtetuese ka vendosur që i është shkel qytetarëve këto drejta, edhe i ka detyruar gjykatat që me vendos sa më shpejt që është mundshme, përkatësisht ju ka përcaktuar fatin se kur duhet me përfundu, edhe mi raportu gjykatës kushtetuese se a u përfundu apo jo rasti. Ai shton se bëhet fjalë kryesisht për konteste pune, të cilat kanë zgjatur me vite të tëra, duke i cilësuar këto zvarritje si absurde dhe në kundërshtim me të drejtën për gjykim të drejtë dhe brenda një afati të arsyeshëm. Kemi rast konteste punës që ka zgjat 10 vite. Ato janë raste urgjente, ku të shkelet në drejt nga marrëdhënia e punës, do të mulon gjitha punë tjera më kry. Është absurde me zgjat një konteste punës për 10 vite. Pasi që është shkuar rasti me ankesën në gjykatë apelit, gjykata kushtetuese ka detyruar gjykatën apelit që me vendos ja ka caktuar afatin, edhe pastaj sipas asaj kërkese gjykata kushtetuese, gjykata apelit më njëherë ka vendosur edhe në afat arsyeshëm e ka vërtetuar vendimin e gjykatës shkallës parë. Nga avokatura Bokshi bëjnë të ditur se këto vite rëndisin këtë arritje si suksesin kryesor të tyre profesional, pasi akt gjykimet kushtetuese sipas tyre nuk arrihen me formalizëm, por me arsyetim juridik të saktë.